Zotëri grupi tash u zgjodh kryetari i ri parlamentit, çfarë hapa pritet më tej? A jeni koordinu tash me LSDM-n se çfarë do bëni pas zgjedhjes së kryetarit të parlamentit? Duat mirëpres faktin që zgjedhja e zotit Talat Xhaferi për kryetar të kuvendit u mirëprit nga Brukseli zyrtar, u mirëprit nga Washingtoni zyrtar, dhe kjo është një lajm i mirë, kjo është një përkrahje për shumicën e re parlamentare, që ta zhbllokon krizën ngërçim politik dhe të jep jetës institucionale dhe të merr frymë Maqedonia në mënyrë të lirshme, duke u fokusuar në reformat të cilat na presin përpara. Hapat e ardhshëm të parët janë ato që duhet të shqetësohen gjakrat midis palëve dhe askush nuk duhet që të jep kontribut në nxitjen e mëtejme të situatës. Në veçanti liderët e partive politike, deputetët duhet bëjnë apele deri tek antarësia e tyre, deri tek simpatizantët e tyre që të përmbahen nga çfarë do të qoftë lloji demonstrimit, protestave dhe të mos bijnë prej provokimeve, në veçanti për komunitetin shqiptar, do kisha apeluar që të përmbahen, të mos bijnë prej provokimeve dhe të ndjekin udhëzimet e përfaqësuesve të tyre legjitim në kuvend dhe në institucione tjera të vendit. Do të thotë hapi i parë është që të shqetësohet situata, hapi i dytë është që të realizohet vullneti i shumicës re parlamentare nëpërmjet të zgjedhjes së zotit Talat Xhaferi dhe më pastaj edhe nëpërmjet të zgjedhjes së qeverisë së re reformuese. Zotëri grupi kreu i shtetit Gjorgje Ivanov mbrëm thirrri në një tryezë të përbashkët ulën liderët e partive politike. A do të shkojë sot BDI, konkretisht kreu i kësaj partie Ali Ahmeti para Gjorgje Ivanov? Do thotë, me zotin Ahmeti kam biseduar diku rreth 2 orës së mëngjesit. Ai gjatë gjithë kohës ishte në koordinim dhe në bashkëveprim me ministrin e punëve të brendshme zotin Agim Nukiu, për të siguruar jetën e deputetëve, gazetarëve dhe të gjithë që ishin të ngujuar në kuvendin e Republikës së Maqedonisë. Gjatë komunikimit të mbrëmshëm, ne nuk kemi asnjë ftesë zyrtare nga i ashtuquajturi zoti Ivanov, i cili në fakt është edhe një nga kontribuesit e gjithë kësaj krize e cila ndodhi sot, e cila ndodhi mbrëm dhe gjithë ditëve paraprak. Andaj nuk kam ndonjë përgjigje të saktë ja për momentin, por kam dyshim që mund të ndodhë ndonjë takim i liderëve në gjendje në të cilën jemi sot, për vetë faktin që jo dhe të gjithë liderët janë në mundësi shëndetësore që të marrin pjesë në një takim, po edhe që zoti Ivanov është realisht një nga nxitësit e gjithë kësaj se çfarë po ndodh në Republikën e Maqedonisë. Duhet ta mendojmë këtë çështje, dialogu është i patjetërsueshëm midis palëve në mënyrë që të gjithë të japim kontributin ton. Duhet të shohim brenda ditës, të konsultohemi me zotin Ahmeti se si do të veprojmë gjatë ditës sotme. Unë e di që ai qysh tashmë është në zyrën e tij. Kemi takime me përfaqësues ndërkombëtar, kemi takime me strukturën tonë partijake për të parë hapat e mëtejmë.